Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Do të nisim këtë maraton komentimesh me ngjarjet më të fundit që në fakt kanë ndodhur në Big Brother VIP Kosova. Natën e sotme është prajmi. Sonte do të diskutohen, sonte do të ketë debate, sonte do të komentohet. Debati që më së shumti në fakt ka marrë viralitet është debati që ka patur Fjolla Morina, rrëzimi i Albës brenda asaj shtëpie që ngriti dyshime shumë të mëdha për shëndetin e saj dhe për gjendjen psikologjike dhe debati i cili në fakt nuk është postuar në kanalin Klan, në faqen e Big Brotherit, është një diskutim i vogël, nuk mund ta quaj debat, që ka patur Arditi edhe Edi, ku Edi e kërcënon Arditin për gjuhën e përdorur në kontekstin të cilin e ka marrë Edi, që do të thënë Arditi ka dashur në vend të zemrës t'i thotë më ngrënë tjetër gjë. Edi thotë që po të ishe jashtë, unë me ty do të kisha folur ndryshe, por edhe këtu flas ndryshe sepse unë këtë gjë e marr si ofendim kundër drejt meje. Edhe pse Alaudini dhe Jonida komunikuan lajmin që banorët në qoftë se përdorin gjuhë denigruese, gjuhë kërcënuese, gjuhë ofenduese aty brenda, do të penalizoheshin automatikisht nga loja dhe do të merrnin një zartëzi, siç duket, pa marrë parasysh që çmimi i tyre është duke shkuar nga 200.000 në 100.000 euro, nuk ka falje në asnjë mënyrë. Me të gjithë respektin e madh që kam për Arditin, mendoj që në disa mënyra, unë e kuptoj që është indikuar edhe nga loja në Big Brother, Arditi përdorë një gjuhë që realisht është gjuhë acaruese për banorët aty brenda. Ndoshta e bën me kastile, ndoshta kjo është strategjia e tij, por siç duket Edi e ka marrë shumë seriozisht këtë gjë. Domethënë sonte do të komentohet mbi këtë ngjarje që në fakt është një ngjarje që do të ketë dhe penalitete për Arditin edhe për Edin. Domethënë mund të jetë një komunikim të një televotimi të hapur brenda natës kokë më kokë për ta penalizuar njërin nga loja, pasi që kemi arritur në një pikë të lojës ku gjërat janë shumë të revoltuara. Këtë në fakt do ta ndjekim natën e sotme. Më pas domethënë do të fokusohemi tek gjendja shëndetësore e Albës. Alba ka disa herë që ka rënje në fakt në brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ajo ka marramendje, ka të rënurit të fikët, të themi në gjuhën popullore, alivanosje, siç i thonë, do me thënë ka patur gjendje të rënduar edhe kjo vije nga shumë faktorë, do me thënë janë diskutuar në fakt edhe nëpër media cilat mund të jenë faktorët, është mërzitja e saj brenda, janë ngjarjet që po ndodhin brenda asaj shtëpie, është periudha e gjatë që Alba nuk ka takuar prindërit, etj, domethënë faktorë që e bëjnë që Alba të ketë probleme shëndetësore. Sipas produksionit edhe sipas Albës që u rikthyet në shtëpi tregoi që nuk ka patur problem serioz shëndetësor, por sonte në shtëpinë e Big Brotherit me patjetër që do të jepet një videoklip ku Alba do me thënë ndjehet shumë keq edhe e transportojnë drejt spitalit amerikan në Prishtinë. Ku më pas do me thënë do t'jetë në vid diskutimi edhe Eliona, marrëdhënia mes Elionës edhe Klodit, një marrëdhënie që në fakt u komentua jashtëzakonisht shumë jashtë, ka patur deklarata të ndryshme për këtë marrëdhënie, fansat e Klodit edhe të Elionës pretendonin që mund të krijohet një lidhje dashurie brenda kësaj shtëpie, por Eliona siç duket është si këto lule që shkon deri në vend të ngjarjes edhe më pas domethënë distancohet edhe largohet. Këto janë deri më tani ngjarjet më interesante, ku më pas duke pasuar tek dinamika më e fortë që ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit, Fjolla Morina dhe të gjithë banorët e tjerë duke arritur deri në fjalë edhe Allahu ju vraft. Domethënë banorët janë shumë të tensionuar, unë e shoh që ky Big Brother nuk do të jetë si Big Brotherat e tjerë, realisht është një Big Brother që të trëmb, sepse banorët që të gjithë duan të jenë lideri, nuk mund të ndajmë akoma në dy pole shtëpinë, nuk mund të ndajmë akoma se kush mund të jenë finalistët të këtij programi, sepse që të gjithë janë aktiv, që të gjithë janë në lojë, që të gjithë janë dinamik dhe kjo në fakt e bën situatën shumë interesante.
Tani që po ndodh brenda në shtëpi, domethënë patëm një lloj afrimiteti mes Ludos edhe Albës, gjë që Ludo po bën po të njëjtën strategji siç bënte Klodi me lëndrimin. Ludo po afrohet me Labin për të bërë lojë. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni Prajmin sonte.